Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ky është edicioni qendror, këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjerë do të ndiqni. SPAK zbarkon në Vlorë për goditjen e një grupi kriminal zbardhen vrasjet e vjetra, por aksioni për arrestimin e 2 personave më të kërkuar dështoi. Kryeministri Rama inspekton rrugën e dëmtuar të Juglindjes dhe deklaron problemet erdhën për shkaqe natyrore, korridori 8 është prioritet për vendin. Shqipëria merr pjesë në panajërin e turizmit në Berlin, prezantohen destinacionet që ndërthurin bukuritë natyrore me trashëgimin historike e kulturore. Do të vjojmë më gjërësisht me lajmet. Prokuroria e posaçme ka zhvilluar një operacion kundër krimit të organizuar në qytetin e Vlorës. SPAK kishte lëshuar 7 urdhër arreste pas zbardhjes së disa vrasjeve të viteve më parë, por aksioni Reneas për arrestimin e 2 prej drejtuesve të grupit kriminal Ines Hajrulla dhe Ervis Matodosha i dështoi. Prej orëve të para të mëngjesit të kësaj të shtune, Prokuroria e posaçme, Byroja Kombëtare e Hetimit Si dhe Renea zbarkua në Vlorë për goditjen e grupeve kriminale të akuzuara për vrasje, atentate dhe trafik droge. Zbërthimi i aplikacioneve të koduara Sky ECC çoi SPAK-u në zbardhjen e vrasjeve dhe disa episodeve të trafikut të drogës. Kontrollet nisën prej orës 4 të mëngjesit, ku mësohet se agentët e BKH-s mësyn në bazën e të fortit të Vlorës Ines Hajrulla. SPAK lëshoi 7 urdhër arreste, mes tyre edhe për Ines Hajrullan dhe Ervis Matodashajn, por të dy i shpëtuan operacionit të SPAK dhe nuk janë vënë në pranga. Ndërkohë në kuadër të këtij operacioni është arrestuar punonjësi policisë Rezart Kuçi nën akuzat për shpërdorim detyre, trafik droge dhe grup kriminal. Kuçi ka mbajtur disa detyra përfshirë atë si shef seksioni policisë shkencore në Kukës, zëvendës shef komisariati për hetimin e krimeve të rënda te komisariati nr. 1 dhe zëvendës shef komisariati për hetimin e krimeve në Vlorë. 2 prej personave të përfshirë në këto ngjarje kriminale u është komunikuar masa në qeli, ndërkohë 3 të tjerë rezultojnë të arrestuar në Itali dhe Greqi. Hajrulla dhe Matodashaj, të vetmit që rezultonin në Shqipëri, janë shpallur në kërkim. Burime bëjnë me dije se Prokuroria e posaçme ka arritur të zbardhë aktivitetin kriminal pas arrestimit të Flodian Plakut, i njohur ndryshe si Poliqores, ku në celularin e tij u gjetën disa mesazhe që kanë ndihmuar në zbardhjen e krimeve. Mes tyre është edhe vrasja e Gentian Qarit, krimi ndodhur 5 vite më parë. 40 vjeçari Gentian Qari, pas ditën e 6 shkurtit të vitit 2021, po lëvizte në këmbë ku ndaj tij u qellua me breshëri Kallashnikovi, duke e lënë të vdekur në vend. Qari ishte dënuar me herët për trafikim të lëndëve narkotike në Itali. Autorët dogjën jetin pranë pyllit të sodës dhe humbën gjurmët. Punimet në rrugën e dëmtuar Librasht Pogradec janë inspektuar këtë të shtunë nga kryeministri Rama. Ai tha se bllokimi erdhi nga shkaqe natyrore, ndërkohë që aksi i ri i korridorit 8 është shumë i rëndësishëm për vendin. Kryeministri Edi Rama inspektoi këtë të shtunë në rrugën provizore në aksin Librasht-Prenjas, që tashmë është i stabilizuar duke i dhënë një frymëmarrje sërish qarkullimit në Juglindje. Rama u shpreh se arsyeja prishjes së aksit ishte një fenomen tërësisht natyror. Gjithë kollovia e madhe që u shëmb rruga në punimet është një manipulim i madh, një perversitet shumë i madh, sepse faktikisht këtu jemi në aksin e vjetër. Dhe aksi i ri nuk është këtu, në kuptimin nuk është i ndërtuar ende këtu. Akset reja janë ato që kalojnë për të ardhur deri këtu, ndërkohë që këtu vazhdon puna këtej, nuk ka lidhje me ata atje. Dhe ajo atje është një rrëshqitje e shkaktuar nga faktori gjeologjik për shkak të mbinarketit me qira. Nesër kemi pasur pak në Elbasan Matit që kemi ne, mesatarja ka qenë 200, ka qenë 440 mm, kemi filluar që në ndorë me shira. Kjo është zona e kontrolluar këtu ku ka ndodhur rrëshqitja. Dhe zona në fjalë është një zonë që ka gati 18 vjet histori intensive rrëshqitjesh. Kryeministri sqaroi se i vjen keq që banorëve të zonës ju ka ndryshuar ritmi i jetës, por njëkohësisht njoftoi se puna po vijon për korridorin 8, i cili do të lidh vendin me pjesën tjetër të Ballkanit, duke e kthyer një nga korridoret më strategjike dhe të rëndësishme. Ne jemi këtu për t'i garantuar të gjithë që jemi shumë të vetëdijshëm për dëmin që i shkaktohet njerëzve nga ndryshimi i ritmit të jetës, jemi shumë të vetëdijshëm për pengesat që shkaktohen,
dhe për të garantuar që puna këtu nuk ndalet dhe vazhdon pa pushim në mënyrë që ta bëjmë sa më shpejt korrigjimin e këtij segmenti dhe mbylljen e kësaj plage. Por ama duhet ta bëjmë shpejt, por duhet ta bëjmë mirë. Drejtori i Shërbimit Gjeologjik shpjegoi proceset, janë procese që kërkojnë kohën e tyre në të gjitha rastet, nuk mund të bëhen brenda ditës. Kështu që do ta bëjmë sa më shpejt, por do ta bëjmë mirë, në mënyrë që kjo plagë të mbyllet përfundimisht. Punimet për aksin alternativ po vijojnë ndërsa qarkullimi është rikthyer normalitetit. Edhe këtë vit, Shqipëria mori pjesë në panairin e turizmit në Berlin, se ndajon paraqiti destinacionet më të spikatura që ndërthurin bukuritë natyrore me trashëgiminë historike e kulturore. Ministri i Turizmit Blendi Gonxha tha se interesi i të huajve për të vizituar Shqipërinë sa vjen e rritet. Panairi më i madh i turizmit dhe destinacioneve turistike, ITB Berlin 2026 shënon 60 vjetorin e tij, një prej ngjarjeve më të rëndësishme për sa i përket turizmit, që mbledh mbi 180 vende nga e gjithë bota ku prezantojnë ofertat e tyre turistike, rrjetet prestigjioze të hotelerive, destinacione turistike, por dhe cilet janë trendet globale të turizmit, të cilat vit pas viti ndryshojnë. Edhe këtë vit, Shqipëria u prezantua me një stend të veçantë duke promovuar bukuritë natyrore, kulturën dhe potencialin e saj turistik për tregun ndërkombëtar. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Blendi Gonxha, theksoi rëndësinë e pjesëmarrjes së Shqipërisë në këtë panajir ndërkombëtar dhe interesin në rritje të tregjeve europiane për destinacionet shqiptare. Është një destinacion gjithmonë më i kërkuar në rang vendi, por kemi dhe destinacione të reja, cilat janë themi të pasbuluara apo të pa njohura shumë nga klientela globale, ku ne synojmë që ti prezantojmë dhe kësaj here, nëse edhe ju e vutre, kemi ardhur me një gjithëpërfshirje shumë më të madhe të gjithë tur operatorëve, pra agjensive, aktorëve të ndryshëm të turizmit dhe të udhëtimit në Shqipëri, në mënyrë që ata të jenë në fakt të zotët e pavionit të Shqipërisë. Turizmi konsiderohet shumë i rëndësishëm për ekonominë shqiptare. Sipas ministres së ekonomisë dhe inovacionit, Delina Ibrahimaj, ky sektor ka qenë një nga motorët kryesor të zhvillimit dhe një mundësi e rëndësishme për rritjen e investimeve dhe punësimit në vend. Turizmi është shumë i rëndësishëm për ekonominë e vendit, jo vetëm sepse mbush ofertën turistike, jo vetëm sepse ndikon drejt për drejt në hotele, në restorante, në transport, por në mënyrë indirekte ndikon dhe në prodhimin vendas, pasi sigurisht që turistët do vinë në Shqipëri do të konsumojnë produkte shqiptare. Në këtë vit jemi duke punuar për të bërë një ligj për produktin Made in Albania, me qëllim që të ketë një lloj detyrimi për të gjithë ata që operojnë në fushën e turizmit për të promovuar dhe për të shitur produkte shqiptare. Autoritetet theksojnë se interesi për Shqipërinë si destinacion turistik është në rritje, veçanërisht nga tregjet europiane. ITB Berlin 2026 e përmbylli këtë panajir të rëndësishëm në 60 vjetorin e tij me një sër objektivash, sfidash, por edhe detyrash që secili prej shteteve pjesëmarrëse ka për të përmbushur në një sektor të vështirë dhe me goxha prioritete siç është turizmi. Në një email drejtuar kryeministrit Edi Rama dhe institucioneve përgjegjëse për ndërtimin e portit të Porto Romanos, kërkohet rishikimi i projektit duke e cilësuar vendimin e planifikuar për 9 marsin si një moment strategjik për të ardhmen ekonomike të Shqipërisë. Autori i emailit, Grant Van Cleef, përfaqësues i një kompanie private, njëkohësisht kryetari i Dhomës Amerikane të Tregtisë, thotë se projekti aktual është shumë i vogël dhe mund të mbështesë zhvillimin e korridorit 8, duke rrezikuar që transporti rajonal të vazhdojë të kalojë përmes porteve të Pireut dhe Selanikut. Në letër propozohet që tenderi të shtyhet dhe projekti të zgjerohet në një port më të madh strategjik të lidhur me korridorin 8, i cili sipas autorit do ta vendosë Shqipërinë në qendër të rrjeteve të transportit në rajon dhe do të kishte rëndësi edhe për NATO-n. Duhet keni parasysh, këtu porti ka dhe një dimension tjetër, për të cilin Marsit sipas Berishës nuk do të jetë për Belinda Ballukun, por kundër Edi Ramës. Lideri demokrat shtoi se ish numri 2 i qeverisë sfidon shqiptarët duke thënë se nuk kishte kryer asnjë akt korruptiv.
Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ftoi qytetarët të bashkohen opozitës në protestën e 12 marsit para parlamentit. Edhe pse durimi zhvillohet në ditën që Kuvendi diskuton kërkesën e SPAK-ut për arrestimin e ish-numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku, Berisha në një bashkëbisedim në rrjetet sociale sqaroi se protesta ka si qëllim dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Edi Rama çdo skenar mund të zhvillojë dhe është i aftë të bëjë në parlament çdo provokim dhe të marrë çdo vendim. Por qytetarët vinë aty për të kërkuar dorëheqjen e Edi Ramës. Qytetarët nuk vinë aty dhe nuk mashtrohen me Lubi Ballukun. Qytetarët e kanë të qartë se Lubia është thjesht një shërbëtor e tij që ka vjedhur së bashku me Edi Ramën, por hajduti më kryesor i kombit dhe përgjegjës për të gjitha këto është Edi Rama. Berisha komentoi edhe ceremoninë e dorëzimit të detyrës nga Belinda Balluku. Ju e pat sfidën që ajo ju bëri qytetarëve shqiptar e cila po bëhet kazus, po bëhet shkak për rënimin e të ardhmes së çdo shqiptari. Ju e pa se si ajo me tekstin e përgatitur nga Edi Rama zotohej se ajo nuk ka kryer asnjë vepër përveç se ka realizuar suksese të mëdha dhe nuk ka bërë korrupsion. Më herët kryetari i Partisë Demokratike zhvilloi një takim me pedagogë student me rastin e ditës së 7 marsit. Berisha akuzoi qeverinë socialiste se në 13 vite ka rënuar sistemin arsimor në vend, duke premtuar se ditën që Partia Demokratike do të fitojë zgjedhjet, buxheti për arsimin do të rritet në 5%. Ish-ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu e quajti gjyqin ndaj tij për tragjedinë e Gërdecit një sajes politike. Ai shpjegoi se procesi është i pavlefshëm me një akuzë që sipas tij është e parashkruar. Kryetari i Partisë Republikane, ish-ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu ka dalë së bashku me avokatin Ardian Visha para gazetarëve për të sqaruar pozicionin e tij në raport me gjyqin që po zhvillohet për tragjedinë e Gërdecit. Mediu paraqiti para gazetarëve një vendim gjykatës lartë të zbardhës së fundmi, ku specifikohet se gjyqtari i seancës paraprake nuk mund të jetë pjesë e gjykimit të çështjes, duke argumentuar se për këtë arsye Irena Gjoka nuk mund të jetë gjyqtare në çështjen e tij. Por edhe pse Mediu ka shkuar me këtë argument në gjykatën e posaçme për të kërkuar largimin e Irena Gjokës nga çështja, kërkesa e tij është rrëzuar. Pavlefshmëria absolute gjykohet në çdo kohë dhe është detyrë e gjykatës për ta shqyrtuar atë. Dhe ky vendim i gjykatës lartë është një vendim i cili jetë poshtë një vendim të shkallës parë dhe të gjykatës apelit të vitit 2022. Edhe për fakt të njohur po ju them që as avokatët nuk e kanë ngritur pavlefshmërinë absolute të vendimit. E ka gjetur vetë gjykata sepse është detyrë e gjykatës për ta çmuar pavlefshmërinë absolute. Dhe prandaj themi që këto vendime janë vendime tërësisht të papranueshme, të cilat e bëjnë këtë proces të pavlefshëm nga pikpamja absolute, por padyshim edhe të ndikuar në mënyrë krejt palishme si nga fillimi i procedimit dhe në mënyrën e vazhdimit të procedimit. Mediu ka përsëritur se procesi ndaj tij është politik, duke vënë në duke se po gjykohet për akuzën e shpërdorimit të detyrës, një vepër penale që e ka fatin e parashkrimit 10 vite. Nuk po gjykohem as për shpërthimin në Gërdec dhe as për ndonjë vepër korrupsioni, por për shpërdorim detyre. Nuk po gjykohem as për ndonjë procedurë që ka lidhje me ngjarjen dhe as për ndonjë veprim të drejtë për drejtë në raport me ngjarjen tragjike të Gërdecit. Ish-ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu po gjykohet për akuzën e shpërdorimit të detyrës në lidhje me tragjedinë e Gërdecit të marsit të vitit 2008, ku si pasojë e shpërtimit të një fabrike ku demontoheshin municione, humbën jetën 26 qytetarë. Ky 7 mars mblodhi në Korçë shumë qytetarë nxënës e arsimtarë të cilët vizituan mësonjtoren e parë shqipe. Ata vlerësuan kontributin e patriotëve shqiptarë në mësimin e gjuhës amtare. Me rastin e 139 vjetorit të hapjes së mësonjtores së parë shqipe, shumë vizitorë, mësues dhe nxënës kanë zhvilluar vizita në ambientet e muzeut të shkollës së parë shqipe në Korçë. Në një prej dhomave të Muzeut të Arsimit Korçë janë të pasqyruara leje zyrtare e çeljes së mësonjtores së parë shqipe. Në të njëjtën ambient është pasqyruar deftesa e mësonjtores së parë shqipe. Ajo çfarë të bën përshtypje është diploma e mësonjtores së parë shqipe Korçë.
Kjo shkollë historike, e njohur si mësojnëtoria e parë shqipe, u hap më 7 mars 1887 dhe mbetet një nga simbolet më të rëndësishme të arsimit dhe identitetit kombëtar shqiptar. Si ka thënë mësuesja që dita e 7 marsit është dita kur është hapur shkolla e parë shqipe. Kjo shkolla që ju po shikoni sot. Në këtë ditë të shënuar, grupe nxënësish nga shkollat e Korçës, por edhe mësuese vizitor të ardhur nga treva të ndryshme shqiptare, kanë vizituar muzeun për të njohur nga afër historinë e arsimit shqip dhe sakrificat e patriotëve që bën të mundur hapjen e shkollës. Ku ka ditë më të mirë se kjo? I lumtur krenar që mund ta vizitoj këtë godinë kaq të mirë ku u bë mundësia për dritën e fëmijëve tanë, ardhmërinë e popullit tonë. Gjatë vizitave, nxënësit janë njohur me dokumente historike, fotografi dhe materiale që tregojnë rrugëtimin e arsimit në gjuhën shqipe, si dhe me figurat e para të mësuesve që kontribuan në përhapjen e dijes. Për shumë prej tyre, kjo vizitë është një moment të reflektimi dhe mirënjohjeje për mësuesit dhe për ata që hodhën themelet e shkollës shqipe, duke kthyer 7 marsin jo vetëm në një fest, por edhe në një ditë kujtese për historinë e arsimit shqiptar. Rruga me gropa që lidh zonën e Thumanës me autostradën i kanë nxjerr banorët në protestë. Ata thonë se ky është një aks shumë i dëmtuar dhe kërkojnë nga autoritetet ndërhyrje të menjëhershme. Për rreth një orë, banorë të fshatrave të njësisë administrative Thuman kanë bllokuar rrugën që lidhet me autostradën Thuman-Kashar pranë Gramzës. Kjo pjesë e rrugës me gjatësi rreth 500 metra është bërë makth për drejtuesit e automjeteve për shkak të amortizimit teje të rënd. Banorët thonë se ky bllokim vjen në shenjë proteste ndaj mungesës së reagimit nga institucionet përkatëse. Shpresojmë dhe besojmë se qeveria do reagoje dhe do ta nxjojë zërin e popullit, se ky popull i ka ardhur aty ku s'man. Shpresojmë. Gjithmonë shpresojmë, por duke besu shumë pak, besimi shifet, asnjë lloj reagimi nuk ka, as nga bashkia, as nga qeveria. Ideja kryesore e kësaj pune është kjo që institucionet s'duhet me ditë se jetojmë as jetojmë ne këtu. Ata se vjen ujë në xherrë. Tash ne presim nga dita në ditë për të përmirësuar puna, jo po për të vënë dorën të segment. Për rrugë 500 metra. Ne prishë makina, prishë ndër çdo gjë, ne do dalim prapë dhe këta shtrenjtë si rrugë. Banorët thonë se protesta do të vijojë në ditët në vijim, derisa autoritetet të ndërhyjnë për rikonstruksionin e plot të saj. Kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirëpafshim.